Nderuar shikues, më mbrëmje do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni i Jashtëm Parlamentar Evropian miraton raportin për vendin tonë. Shqipëria konsiderohet pararoj me shteteve që synojnë antarësimin. I venduari i drejtësisë Ertan Tafani rrëfen krimet e grupit të Daert Haxhiut mora 25.000 euro për vrasjen e një biznesmeni në qytetin e Tepelenës. Rezidencat qeveritare në Vlorë dhe Veripoj do të transformohen në destinacione ekskluzive për turizmin elitar, projekti sjell më shumë të ardhura në buxhet. Nis regjistrimi i fëmijëve në çerdhe dhe kopshte për herë të parë, procesi po bëhet përmes një platforme online, prindrit kanë afat deri në 22 qershor. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schneider, deklaroi se Shqipëria është pararoj mes kandidatëve për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, raporti i miratuar nga Komisioni i Jashtëm për vendin tonë theksoi nevojën e ashpërsimit të luftës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Komisioni i Punëve të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar raportin për Shqipërinë duke vlerësuar angazhimin e palëkundur të vendit tonë për antarësim në Bashkimin Evropian. Eurodeputetët theksojnë konsensusin e gjerë politik dhe mbështetjen e fortë publike për antarësimin në blok, ndërsa nënvizojnë nevojën urgjente për të intensifikuar reformat. Shqipëria mund të quhet me krenari pararoj mes kandidatëve për antarësimin në BE, por ne nuk jemi ende në vijën e finishit. Është thelbësore të vazhdojmë në këtë rrugë me të njëjtin ritëm dhe përkushtim, duke luftuar korrupsionin dhe duke forcuar sundimin e ligjit. Duhet të ketë një theks të qartë në zgjerimin e modelit ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe përmirësimin e modelit të mirëqenies sociale, si dhe një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Në mbledhjen e komitetit u diskutua edhe për zgjedhjet e 11 majit. Galer, i cili kryesoi misionin e zgjedhjeve, vuri në dukje se pozicioni i partisë në pushtet ishte i avantazhuar pasi përdori burimet shtetërore. Key concerns which impacted the level playing field. Shqetësimet kyçe lidhen me abuzimin me burimet shtetërore, presionin ndaj votuesve, veçanërisht punojësit e administratës publike dhe përdorimi i eventeve publike si Giro d'Italia për qëllime fushate. Kritikave ndaj procesit zgjedhor në Shqipëri u përgjigj raportuesi për vendin tonë Andres Schieder. Kjo është diçka me të cilën duhet të punojmë, por çfarë duhet të themi gjithashtu është që të dyja kampet politike mbështesin integrimin në Bashkimin Evropian dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në mbledhje morën pjesë edhe socialistët Toni Gogu, Etienne Xhafaj dhe nga Partia Demokratike Oerd Bylukbashi dhe Jorida Tabaku. Raporti i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, sipas Berishës, ishte një denoncim i asaj që ai e quan farsa zgjedhore 11 majit. Kreu Demokrat nënvizoi se opozita do të organizojë protesta dhe përpara institucioneve ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Brukseli vlerësoi raportin që Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi sot për Shqipërinë. Në një deklaratë për mediat, Berisha u fokusua tek pjesa e raportit që lidhet me procesin zgjedhor të 11 majit. Ky raport denoncoi me qartësinë më të madhe farsën elektorale. Berisha komentoi edhe qëndrimin e kreut Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian, David McAllister, për një mision faktmbledhës në Shqipëri. Por nëse në harkun kohor 24 orë njoftohen 2 fact-finding mission, kjo tregon se Shqipëria tashmë është një emergjencë, është një smur për të cilin mbi të cilin ka një fokus të madh nga tempulli i demokracisë nga Brukseli. Gjatë qëndrimit në Bruksel, Berisha takoi edhe drejtuesit e Partisë Demokratike, duke paralajmëruar protesta para institucioneve ndërkombëtare. Të gjitha format e angazhimit të qytetarëve shqiptar jashtë vendit për votën e tyre, Edi Rams do t'i ngecë në fyt vota e diasporës dhe dhunimi që u bëri zgjedhjeve. Pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 majit, Berisha është fokusuar tek betejë për të bindur faktorin ndërkombëtar për problemet që sipas tij kanë zgjedhjet në Shqipëri. Disa nga krimet më të rënda të grupit të Daert Haxhiut janë rrëfyer sot në gjykatë nga i penduari i drejtësisë Ertan Tafani, ndër të tjera ai tregoi se ishte paguar 25.000 euro për vrasjen e një biznesmeni në Tepelen.
I penduari i drejtësisë Artan Tafani dëshmoi për herë të parë në gjykatën e posaçme, duke zbërthyer krime të rënda që prokuroria ja atribuon Laert Haxhiut dhe grupit të tij. Tafani që u arrestua për grabitje me armë të një pike këmbimi valutor në zonën e Astirit në Tiranë, bashkëpunoi me SPAK për të hedhur dritë në 17 ngjarje të rënda. Sot ai rrëfeu ekzekutimin e bujshëm të biznesmenit Selim Çajupi në Tepelen në 2021-shin, një porosi kjo sipas tij e marrë nga kreu i grupit të strukturuar kriminal Laert Haxhiu. Pasi mori porosin, Artan Tafani tregon se si e kreu vrasjen e Selimit. Kisha mas Covidi, një kapele, po më shikonte dhe pati si dyshim. U fut në hyrje të pallatit. Ai u ngjit tek kati i parë, i dytë. Unë isha mbrapa tij. Ishte qeros dhe unë e dija dhe rrobat që kishte veshur atë ditë, të kuqe. Aty e qellova nga mbrapa, 3 herë e shkrepa, e qellova, 1 herë në shpatull dhe 2 herë të tjera, por se di ku e kapi. I ka me vrap për nga burgu i Bënçës. Rash në Caferra, aty si jashtë qytetit, armën e kisha me vete. Zastava ose bereta e vogël me silenciator. S'po gjeja rrugicën që të dilja, si pas planit, duhet të dilja tek lumi Vjosa, ku do vinte Ligori. Tafani thot se për të kryer vrasjen u pagua. Armën e hodha në Vjos. Na kishte thënë Laerti si të vepronim edhe me celularët dhe rrobat. Rrobat I dogjëm në një fuqi, pastaj vazhduam rrugën për Memaliaj. Hipëm në një furgon të rastit dhe u nisëm në Tiranë. Rrugës tha Laerti që Ligori të ik në Korçë. Unë ika në Tiranë tek Laerti. Për vrasjen mora 25.000 euro pas një jave, kurse Ligori nuk I mori, nuk ja dha Laerti. Ligori mori në celular Laertin dhe I tha se Klisman Xhaferi ka fol në celular me dikë për punë malli. Neve, si që ishim tek hoteli, na tha Laerti, qohuni se do ikim në Korçë ta vrasim. Laert Haxhiu u ekstradua nga Greqia në korrik të vitit të shkuar. 2 persona janë vënë pranga dhe një tjetër është shpallur në kërkim për vrasjen e një 29 vjeçari pak ditë më parë në Durrës. Sipas policisë, ata siguruan automjetin e përdorur nga autorët e krimit. 2 javë pas ekzekutimit të 29 vjeçarit Ermir Dedja në Durrës, policia ka arrestuar 2 persona të përfshirë në vrasjen e tij dhe ka shpallur në kërkim një tjetër. Erion Doni dhe Klodian Berisha janë arrestuar pasi akuzohen se kanë kontrabanduar në Shqipëri automjetin që u përdor nga autorët e vrasjes, si dhe një automjet tjetër që dyshohet se do të përdorej për një ngjarje tjetër kriminale. Ky I fundit është zgjetur dhe është sekuestruar nga policia. Po ashtu është shpallur në kërkim Giuliano Dyrmishi pasi akuzohet për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen, si dhe për kontrabandë të mallrave. Më herët, policia ka shpallur në kërkim edhe 2 shtetas të tjerë, njëri prej të cilëve maroken, pasi dyshohet se kanë ndihmuar autorët në krim. Të 3 të shpallurit në kërkim, sipas sistemit TIMS, rezultojnë jashtë vendit. Ermir Dedja u qëllua për vdekje në orët e vona të mbrëmjes së 20 majit, sapo kishte dalë nga makina e tij. Ai u qëllua me breshëri nga një automjet tjetër I cili ishte vënë në ndjekje dhe mori 2 plumba, njëri prej të cilëve I shkaktoi vdekjen e menjëhershme. 29 vjeçari me origjinë nga Shijaku kishte jetuar kohët e fundit në Gjermani, ku dyshohet të jetë përfshirë në aktivitete të jashtëligjshme. Policia e Tiranës ka vënë pranga 2 persona pasi vodhën një kasafort me 15.000 euro në shtëpinë e një mjeku. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë në 2 autorët, Arbor Gjimaj dhe Ledian Gjoka, të cilët arritën të nxjerrin kasafortën nga shtëpia më pas ta vendosnin në automjetin e tyre. Të dy ata rezultojnë të dënuar më parë për vjedhje dhe njëri prej tyre aktualisht ndodhet në masiguria arrest në shtëpi, po për vjedhje. Pas arrestimit, policia ka sekuestruar edhe automjetin e përdorur nga autorët. Një tjetër call center që mashtronte qytetarët europian është zbuluar në Tiranë. Policia ka vënë pranga 2 administratorët e biznesit të paditshëm Olsi Vasku dhe Admir Behari. Nga heqimet ka rezultuar se ata mashtronin persona të huaj për të investuar në bursa fiktive me qëllim për fitimin e paditshëm të ardhurave. Gjatë kontrollit janë sekuestruar 5 laptop dhe 2 aparate celular që përdoreshin për këtë veprimtari kriminale. 2 rezidenca qeveritare në Vlorë dhe Velipoj do transformohen në destinacione ekskluzive për turizmin elitar dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Kryeministri Rama ka thënë se ky projekt do të sjellë edhe më shumë të ardhura për shtetin. Qeveria shqiptare ka hapur garën për rjetëzimin e rezidencave qeveritare me qëllim kthimin e tyre drejt interesit publik, si dhe duke I shndruar ato në destinacione tërheqëse për turizmin elitar.
Këto struktura që aktualisht janë të amortizuara dhe me kërkesa të larta për mirëmbajtje do t'i nënshtrohen një projekt investimi i falnismës Hospitality Albania, ku garojnë 7 kompani finaliste. Kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë një rrugë të re për Shqipërinë, por tha se vendi ynë ka dy shembuj të mirë në këtë proces, si Spanja dhe Italia. Shikojmë potencialin e madh që ka vënia në shfrytëzim e aseteve shtetërore, duke ndryshuar praktikisht hapasapi dhe formulat e ndërveprimit me privatin, kështu që duke i bashkuar këto interesa dhe duke vënë shtetin në rolin e një pronari të zakonshëm, ne po zhvillojmë një infrastrukturë të re faktikisht financiare, duke u bazuar tek modelet më të mira në Europë, dhe që në Itali apo në Spanjë zotrojnë asete dhe marrin ardhura jashtëzakonisht mbretëllënëse. Rama shtoi se konkursi organizuar nga Korporata Shqiptare e Investimeve ka në fokus rimëkëmbjen e vilës së diktatorit në Vlorë dhe një tjetër rezidencë qeveritare në Velipoj. Eksperienca e 2 rezidencave këtu në Tiranë, që tani më janë transformuar, na kanë treguar që kjo është rruga për t'i kthyer këto asete në funksione me interes publik, dhe ky është rasti i 2 projekteve për cilat bëhet konkursi i sotëm. Njëri për vilën e udhëheqësit dhe diktatorit shqiptar në Vlorë dhe tjetri për një tjetër rezidencë qeveritare në zonën e Velipojës. Ky projekt pritet të luajë një rol të rëndësishëm në rigjallërimin ekonomik dhe turistik të këtyre zonave. Regjistrimi i fëmijëve në kopshte dhe çerdhe ka nisur në datën 2 qershor dhe procesi kryhet online. Prindërit kanë 20 ditë afat dhe nëse hasni vështirësi në portal mund t'i drejtohen institucioneve dhe fizikisht për të bërë regjistrimin. Nga e hëna ka nisur aplikimet për regjistrimin e fëmijëve në institucionet publike parashkollore përmes platformës zyrtare fëmijët-e-tiranës.tirana.al. Kjo platformë përfshin jo vetëm regjistrimet e reja në çerdhe dhe kopshte, por edhe transferimet për fëmijët që ndryshojnë vend banim apo institucion. Në platformë, opsionet që prindrit mund të kërkojnë dhe të marrin shërbim janë aplikim për herë të parë në çerdhe, aplikim për herë të parë në kopësht, kalim nga çerdhja në kopësht, ose në rastet që ka nevojë për të bërë transferim nga një çerdhe në një çerdhe tjetër, sepse gjatë vitit mund të ndruar banesën dhe për shkak që të vihet në një banesë që jetë më afër me çerdhen, apo një kërkesë që ka për të transferuar nga një çerdhe në një çerdhe, apo nga një kopësht në kopshtin që ai e ka më të afërt edhe më përshtatshëm me vendin ku jeton apo edhe me vendin e punës. Në vijim të këtij procesi, çdo institucion do të japë përparësi për banorët e njësisë ku ndodhet. Fillimisht në çerdhen, po themi të njësisë 3, marrin shërbim ata prindër që janë banorë të njësisë 3 dhe që janë më afër me vendbanimin e tyre, dhe nëse ka vende të tjera, patjetër gjithë të interesuarit, çerdhet edhe kopshtet gjatë gjithë kësaj periudhe kanë punuar me kapacitet të plotë dhe të vazhdojnë të punojnë me kapacitet të plotë. Për ata që hasin vështirësi teknike apo nuk arrin të përfundojnë aplikimin, do të ofrohet ndihmë drejt për drejt në çdo institucion. Duke qenë që është risi, pra për herë të parë ne po zhvillojmë si aplikim online dhe duke marrë shkas edhe nga disa telefonata që kanë ardhur që nga mëngjesi dhe deri në mesditë që jemi tani në drejtorinë e çerdheve dhe të kopshteve, që nuk kanë mundur të finalizojnë procedurat e aplikimit online, duke filluar nga dita e nesërme dhe në vazhdim, në çdo objekt, çerdhe apo kopësht, drejtuesja e institucionit apo një person tjetër, që mund të jetë psikolog e punonjëse sociale, do jetë aty për të mbështetur të gjithë interesuarit për të realizuar procedurën e aplikimit për të marrë shërbim në çerdhe apo në kopësht. Afati për aplikim përfundon me 22 qershor, ndërsa periudha e shqyrtimit të dokumentacionit do të zgjasë deri më 8 gusht. Prindërit do të informohen përmes emailit mbi pranimin në institucionin përkatës, ndërsa nga shtatori fëmijët e regjistruar do të mund të frekuentojnë çerdhen apo kopshtin që kanë zgjedhur.
Kombëtarja shqiptare e futbollit ka hyrë në fazën më të rëndësishme të përgatitjeve për duelin kualifikues të Kupës së Botës kundër Serbisë të shtunën në arenën kombëtare në Tiranë. Në 2 ditët e para të javës anti-Serbi, grupi i lojtarëve ka qenë në plotësim me sipër, i vetmi lojtar që ka shfaqur shqetësime shëndetësore dhe nuk ka punuar me pjesën tjetër të grupit është Rejmanaj, i cili është duke kaluar një gjendje gripale. Stafi mjekësor i kuqezimeve shpreson që sulmuesi lëshnjar të rekuperohet sa më shpejt në mënyrë që të jetë në kushtet që të zhvillojë të paktën 2-3 seanca përpara ndeshjes kundër serbëve. Ndërkohë, Manaj është potencialisht një lojtar që mund ta nisë nga minuta e parë në qendër të sulmit takimin e së shtunës, ndaj ka shumë rëndësi kjo situatë për trajnerin Silvinho. Ky i fundit ka disa dilema që lidhen me formacionin për krahun e djathtë të mbrojtjes, mesin e fushës dhe krahun e majtë të sulmit, dhe gjithçka do të varet nga forma fizike e futbollistëve. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.